Sa më shumë që ti e përmend Zotin tan, aq më tepër do të shoh dashuria ndaj Allahut. Të përmendurit e Allahut ta shton imanin, të përmendurit e Allahut ti lën gjunat, të përmendurit e Allahut ti rrit gradat, të përmendurit e Allahut ta forcon shpirtin, ta forcon trupin, të përmendurit e Allahut ta afron edhe më tepër tek Allahu, të përmendurit e Allahut ti shton të mirat e tua në dunjë dhe në ahiret. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur një njeri dhe i tha ja Rasulullah, po e kam problem se jeta mu ka vështirësu dhe nuk po kam mundësi që të zbatoj, që të bëj namaze edhe adhurime qera vullnetare. Çfarë të bëj? Si ti arrij ata qerta që kanë kohë për adhurime? Tha pejgamberi Allahut, tha mos e le gjuhën tënde që të thahet nga të përmendurit e Allahut. Do thotë në vazhdimsi, thuaj subhanallah, thuaj alhamdulillah, thuaj Allahu akbar, fal namaz, lezo Kur'an. Gjitha këto janë prej dhikrit. Gjitha këto janë prej dhikrit. E sa më shumë që i bën këto, aq më tepër do të shoh dashuria ndaj Allahut azhajal. Në kohën e para Islamit, kur e ka dash ndokush do kënd. Kur e ka dash ndokush do kënd. Kanë shkuar e kanë cek në momentet më të vështira. Do thotë që i dashuri i tij kur është cek në momentet më të vështira, po. Cekat për një poet arab, Antarat ibn Shaddad e ka dash një grua tepër. Dhe ka qenë traditë e tyre kur e ka dash një burr një grua në periudhën në kohën më të vështirë, do thotë në periudhën në betejë, luftë, kur është më rëndi, më vështirë, ja ka cek do thotë dashurinë që e kanë ndjej do thotë ndaj asaj. E ky poet e ka marrë ka shkruar një poezi, është e gjatë. Mirë po ndërto thotë wala kad dhakartuki warrimahu nawahilu minni, thotë unë thotë po të përmendi, thotë mori kujtove tash në betejë, dhe shigjeta thotë po vin ka une, dhe ato thotë po hin thotë në trupin tim, dhe po ma largoj thotë mishin nga trupi im, thotë wabidul hindu tekturu min demi, thotë dhe shpatat të cilat janë prodhuar në indi, thotë po ma gjakosin trupin tim, fevadetu tekdhile sujufi li enneha leme atë kebariki te gereki el mutebessimi, thotë dhe dëshiroja taputi thotë shpatën, e cila tha shkëlqente, sikur se buzët e tua kur shkëlqenin atëherë kur u buzëqeshit. Do thotë poezi dashurie, i shprehit dashurinë që e ndjente ndaj saj. Dhe ja shkruaj këtë poezi dhe e bëj me dije se unë du, dhe atë shumë du, derisa më kujtohesh kur, edhe në momentet më të vështira. Momenti kur është njeriu në betejë, a ka mundësi më të kujto gruaja? Do kush jo, besimtarit kush i kujton në atë moment? Allahu subhanahu wa taala, pse? Dhe Allahu thotë dhe na porosit ja ayyuhal ladhina amanu. Thot idha laqitum fiatan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Thot o ju besimtar, thot kur dini thot në betejë, thot përmendni Allahun shumë kur e takoni armikun e juaj, thot sepse kjo thot do t'ju shpëton dhe do t'ju përqendron. Pro besimtari kur është momentin më vështirë kanë e përmend të dashurin e vet apo e kush është më i dashur për të zemrën e tij? Tek besimtari është Allahu subhanahu wa taala. Tek ata në periudhën para Islamit ka qenë gruaja, ka qenë ajo që e kanë gjë. Mirë po, Islami na ka bërë me dije se dashuria ndaj Allahut është më e madhja. Dhe në ato momente kush kujtohet Allahu subhanahu wa taala? Edhe pse neve shpesh ta ndodh me thon oj non, apo shkon menja te nona. Mirë po nuk lejo do thot me thonon në ato momente, do thot kur jeti dikun do thot larg dhe me thon oj non, kjo i bë sigurisht se më kërkon ndihmë prej saj. Do thot kur personi nuk është prezant aty që më kam. Edhe kjo padyshim do thot, kjo është do thot neve na ka mësi ves, mirë po duhet që të largohet. Dhe me kërkon ndihmë prej kujt vetëm se prej Allahut azhajal. E Allahu i porositi besimtar, kur dini than luftë, kur dini than betejë, dhe kur dini tha para armikut, dhe armikun e keni para, përmendni Allahun shumë, pse? Sepse kjo do të bie sebeb që Allahu të ruaj dhe të përforcon dhe të përqendron. E të përmendurit të Allahut të afron do thot ka Allahu azhajal. Kjo do thotë shumë me rëndësi që besimtari ta kupton se të përmendurit të Allahut thënia jote subhanallah walhamdulillah wastaghfirullah, gjitha këto përmendin edhe do thotë ta shtojnë dashurinë tek Allahu subhanahu wa taala.